si ndjehesh ti që tani je jashtë ekranit? Pra ti ke gjithë këto resurse dhe për një moment X ti nuk je. Çfarë ndodh me një njeri që është projektuar të rjetën për të qenë aty? Po sigurisht që ka momente që mërzitesh, pse njerëzim kemi ato mërzitit tona edhe mendoj që edhe unë kam patur shumë momente për gjatë gjithë rrugtimit tim deri më tani që kam thënë po shiko se unë e bëj këtë gjë, unë jam përpjekur për këtë gjë, po pse nuk po ndodh kjo? Po pse njerëzit nuk duan që ta kuptojnë potencialin tim? Po pse po ka shumë pse. Edhe kam vërtetë që këto nuk është të do më çonin në ndonjë vend më të madh se sa ku jam tani. Mendoj që po, tani jam shumë e bindur që kjo është pjesë e potencialit tim. Ato që ti the, dhe unë i vlerësoj zakonisht shumë, po janë pjesë e potencialit tim, po janë dhe pjesë e investimit tim. Apo dhe të familjes time dhe të mamas time. Që fëmijë ti e investuar që fëmijë në këtë drejtim, po. Jam shumë e lumtur që jam ky produkt, në sensin e mirë të gjë, se produkti ndonjëherë tingëllon çuditshëm. Po jam ai brezi që u rritëm që në gjenezi, them unë, me muzikën e mirë, me të kërcyerin, me aktrimin, me kurse të ndryshme artistike, po edhe me sport. Dhe unë mendoj që është një nga investimet më të mira dhe durimi që ka patur qoftë mamaja ime për të më ndjekur të gjitha këto midis shumë vështirësive. Edhe unë jam dhe fëmijë vetëm, mami vetëm, ta ndjekësh fëmijën, ndoshta të gjithë prindërit duan që të shkojnë fëmijës nga mbrapa, por nuk do mundeshin. Po mendoj që është potenciali im edhe është bekimi im më i madh dhe absolutisht unë nuk do ta lë këtë gjë këtu. Pra nëse më mërzit fakti që unë nuk jam tani pjesë e ekranit, unë nuk e lë që të qëndroj në mërziti. Them shiko, unë po marr kohën time, duket si pauzë, po nuk është pauzë pasive, është pauzë aktive. Një libër për cilin flitet. Është pauzë aktive dhe për te librit unë po punoj shumë për ato çka unë dua që unë të rikthehem. Kur të rikthehem ashtu siç do duhet të jetë dhe siç dua unë të jetë. Engji, unë doja të të bëj një pyetje. Në momentin që u duk se kishe një tension në vendin e punës së fundmi, se u lexua në ekran, nuk po themi një gënjeshtër. Kushdo që e ka parë emisionin atje ku ti ishe, kuptoj që kishte një dinamik, kishte një ngërç. Unë e di se çfarë është televizioni. Por unë di dhe anën e mirë të televizionit, që televizion ka disa njerëz të mirë. Ka njerëz të mençur, që sidomos kur shohin të rinj që nuk shkon një gjë, i marrin një uli dhe i këshillojnë dhe thotë, ajde këtu si është puna. Do ta gjejmë gjuhën për këtë gjë? Pra, ka njerëz të mirë dhe të mençur që din në një moment të mos të lënë të shkosh në ekstrem. Ti patë biseda të tilla përpara se gjërat të shkonin në pikat pakthyeshme. Pra, u tentuan dhe ti të ulesh me dikë. Një mentor, një njeri që të ulet i thoshe, më jep një mendje se unë tani nuk të tërë kemi kaluar këto, nuk e di çfarë bëj, do iki, u lodha. Janë dinamika njerëzore, nuk. Dhe dikush më i ftohet përballë teje që të do thotë prit, merr një frymthell se, pra, të tërë kemi kaluar këto. Ti e patë guximin të ulesh me dikë më të mençur që ti konsideroje. Shiko, shumë gjëra aq sa kuptojnë, aq dhe nuk kuptohen ndonjëherë nga ekrani. Ndonjëherë natyra e vërtet apo e brendshme e njerëzve nuk kuptohet gjithmonë në ekran. Ose do duhen njerëz që kanë një aftësi goxha të mirë. Ta kesh nga unë ekran një skaner, që ta tish nga unë. Sa do të fshihesh, ekrani të kupton. I pranon të gjitha përveç shtirjes. Edhe budallajin e pranon. Edhe të pamençurin e pranon. Edhe njeriu që ti nuk e do e pranon. Njeriu e shtirur e gris ekrani. Kështu që ju jeni lexuar shumë mirë secili në dinamikat saktuara. I jeni ata që jeni, jemi ata që jemi. U ulem mbas ekranit kur fikej dritat i thoshe, unë nuk jam Terezi për 1, 2, 5 arsye. Çfarë duhet të bëjmë të eci kjo gjëja? Unë do të përgjigjem në këtë formë. Unë mendoj që komunikimin e kam një nga armët më të forta. Po, patjetër. E dyta, unë nuk heq dorë kollaj nga gjërat. Pra, nëse unë lodhem nga diçka, do të thotë që jam e zauruar. Do të thënë, kam e zauruar disa hallka, disa biseda, disa diskutime shumë të thella. Pra, jo biseda sipërfaqësore. Përpiqem dhe të kuptoj, të ta jap dhe dorën. Përpiqem ndonjëherë që tani mendoj që nuk duhet ta bëj, po e kam bërë dhe të zvoglohem pak, s'ka problem, në mënyrë që njerëzit e tjerë përballë meje të mos ndihen keq dhe të mos kompleksohen, po e kam kuptuar që nuk është zgjidhje. Kështu që mbasi ke zauruar të gjitha këto gjërat përpara. Dhe dashur pa dashur s'është vënë tenxhere në zjarr, them unë. Bëhen pastaj edhe shumë element rreth e rrotull, edhe aq është ajo gjë. Një gjë e vogël edhe
e Po mendoj që çekolibron. është cikël. Është cikël edhe gjithmonë një derë mbyllet, një port hapet. Po. Dhe ne të gjithë tregojmë veten tonë, kudo që shkojmë. Unë ne besoj shumë të gjë. Është kjo edhe njerëzit vazhdojnë dhe e gjejnë rrugën e tyre patjetër kur janë profesionist, do ta gjejnë rrugën e tyre. E thua shpesh që jam fëmijë divorci, pra ty të ka rritur mami. Je vajzë vetme, mami të ka ndjekur në të gjitha kurset, thua edhe është shoqja jote, është mikesha jote, është çfarë është mami? Po, mami im është mami im, ndonjëherë jam unë mami mamit, ndonjëherë është shoqja ime. Po, se ndodh, domethënë në këto dinamika me një mama po themi të divorcuar dhe me një vajzë, sidomos, është gjithmonë kjo dinamika që ndonjëherë bësh dhe ti mamaja, jo se je ti më e mençur. Po, e kuptoj. Ashtu ndodh, domethënë filloni avash njëri të mbron, unë mbroj mamin, pastaj mami më mbron mua, unë bëhem më protektive dhe bëhem një çikun si mama. Po nga ana tjetër, është edhe personi që më ngacmon ose më bën trigger, domethënë gjërat e mia më të thella. Pra ndonjëherë kemi dhe debatë dhe diskutime shumë të forta. Ndoshta sepse kemi karaktere shumë të ngjashme, ose mos them njësoj. Unë ngjaj shumë me mamin nga ana karakteriale. Ndoshta sepse ne jemi brez që fatmirësisht punojmë shumë me anën emocionale tonën, me inteligjencën emocionale. Brezi prindërve tanë, po edhe i mamas time kanë qenë shumë punëtor, shumë të palodhur, po nuk kanë patur kohë prej prindërve të tyre sigurisht të ulen dhe të, po themi të eksplorojnë anën emocionale dhe të brendshme, kështu që ndonjëherë këtu përplasemi, sa ata janë më praktik, ne jemi më emocional. Po, e qartë. Kështu që mendoj që është një botë e madhe e gjerë që rrotullohet edhe i kemi të gjitha dinamika. Ndonjëherë dhe mërzitemi me njëra tjetrën. Unë ndonjëherë për shumë mërzitem me mamin dhe ja them shpeshherë, pa dashur ta mërzit dhe ta lëndoj, po i them, aman i them se ju keni ngecur në të shkuarën. Domethënë në sensin që bota ndryshon, jeta vazhdon, nuk më pëlqen që ndonjëherë prindrit qëndrojnë në mbijetesë. Në qartë. Okej, në atë formë kanë jetuar dhe ashtu janë mësuar. Të vjen jeta ndonjëherë, ashtu e tillë. Të vjen jeta, po tani ti ke bërë një fëmijë që është e rritur, është konfidente, është e sigurt, ti e ke parë që mund t'ja dalë mban në çfarëdo lloj situate të mundshme, kështu që dil pak nga mbijetesa. Shiko tani, ato goditjet që ti merr një fish, ajo jeton 100 fish. Këtë ti duhet ta mendosh, sepse kur ti mbyll syt dhe flo gjumë dhe ajo të ka qetësuar dhe të ka vënë në gjumë, aty fillon ajo netët pa gjumë, po si do shkoj kjo se dhe frikrat e tua më të fsheta, ajo i bën në trurin e saj, i bën skenarin për të gjetur zgjidhje. Po ne i pasojmë njëra tjetrës frikat më të mëdha që kemi. Kështu që ajo, duke qenë dhe vetme, ka një barë më të madhe në mendjen e saj, mund të jetë edhe 0 komplet barra, por ajo kështu e mendon. Ti ke pasur në një moment e gjithë që ke thënë, pse vetëm mami, po të kisha edhe figurën tjetër prindrore. Sigurisht. Ndoshta këta nuk do silleshin kështu me mua, ndoshta kjo gjë nuk do shkonte kështu. Ndoshta më gjejnë mua vetëm me mamin të vetme dhe Po dhe ka menduar, sigurisht. Domethënë ti figurën maskullore dhe atërore kërkon ose përgjatë jetës mund ta kesh kërkuar edhe në gjëra më të vogla, ku diun, kur shikon mami që ndronte poçat në shtëpi dhe thua. Po them, mos do ta bënte një baban e gra me një burrë që rishikon televizorin edhe s'di të ndroj as poshtë në shtëpi. E vërtet, po pra ty të shkon në mend kjo gjëja, absolutisht të shkon ndërmend figura maskullore edhe në raportin e sigurisë dhe të mbrojtjes. Pra unë në raport me njerëz të tjerë apo dhe me partner, po themi të jetës, se ka menduar që ndoshta një baba në shtëpi do ishte një çik më fuqishëm dhe do mateshin më shumë, po të gjitha këto ngelen hipotetike dhe nuk është se më intereson që të hyj aq thellë, më shumë sigurisht më ka ndikuar të bëhem më fort, po ndoshta më ka dhënë pak më shumë energji maskullore brenda vetes time ndonjëherë. Pra duke qenë që se kam patur figurën maskullore në shtëpi aty, është bërë mamaja ime e para, se është shembulli kryesor, pastaj jam bërë unë, them unë edhe çunë edhe gocë. Dhe tani jam në një pikë për shumë që nuk e dua më këtë gjën, edhe po filloj që ta mësoj veten time të mos jem më çunë. Jam gocë. Domethënë tani po e përqafoj anën time më feminile, më të butë, më të brisht, ndoshta sepse në këtë pikë të jetës jam më e sigurt që ta përqafoj. Dhe më përpara më është dashur të jem ashtu që të mbroj veten time.